online që ne mbajmë të kurset tona. Kemi was, çfarë, ose çka, warum, wer dhe wie. Këto janë pyetjet. Ndërkohë që cilën prej këtyre duhet ta vendosim tek alt bist du. Sa vjeçar je ti? Shiko, je ti. Pra ti, du. Nuk e kemi me zi. Sepse pastaj do duhet të ishte në vend të bist çfarë? Alt bist zi? Jo, sepse ne themi ich bin, du bist, sie sind. Alt sind sie. Sind sie, do thot. Do duhet ishte. Shumë bukur, kështu pra na kujtohen gjëra dalë nga dalë. Tani natyrisht e shohim përgjigjen wie alt bist du. Kjo është përgjigjja saktë, nga që wie është një vefrage, do të thënë pyetje që fillon me ve, dhe kuptimi i saj në gjuhën shqipe është wie, pra që tregon pra se sa vjeçar jeni ju. Në këtë formë pra, duhet ta përdorim wie alt bist du. Pra sa vjeçar jeni ju është për qëllim, sa vjeçar je ti në këtë rast, sepse kemi du. Tham, do të vendosnim sind. Wie alt sind sie? Sa vjeçar jeni ju? Po themi në mënyra, do thot formale, nëse e përdorim me zi. Pra nuk themi was alt bist du, as nuk themi warum alt bist du, as nuk themi wer alt bist du, por themi wie alt bist du. Kjo është përgjigjja saktë. Rregull? Tani të shohim një tjetër. Këtu kemi wo, që është një vefrage, dhe du, që është përemri i vetes së dytë, njëjës, ti. Pra ku banon ti? A themi wo wohne du? A themi wo wohnst du? A themi wo wohnen du? Apo themi wo wohnt du? Cilën për këtyre themi? Ndalme pak, marrim foljen, e kujtojmë, kur zgjedhonim foljet e rregullta, si vinin mbaresat, sepse edhe në gjuhën shqipe nuk janë gjëra të njëjta, nuk themi unë banoj, ti banoj, ai banoj, ne banoj, ju banoj, ata ose ato banoj. Jo, ndryshon pak folja apo jo. Çfarë kemi thënë? Ich wohne, unë banoj, du? Ja, shohim përgjigjen e saktë. Është wo wohnst du? Wo wohnst du? Do të thënë ku banon ti? Pra, nga që kur e largojmë nga folja vonën, në veten e dytë kemi thënë, tek du, vjen mbaresa së të. Pra themi wo wohnst du? Ku banon ti? Pra, këtë kuptim. Wo wohnst du? Ka të saj përket kësaj njësie mësimore, dhe unë shpresoj të ketë ndihmuar. Natyrisht shpresoj të bëjmë edhe një quiz tjetër apo edhe shumë të tjerë, natyrisht, sepse janë të nevojshëm dhe shumë të dobishëm. Nëse keni ndonjë sugjerim, kritik apo pyetje, mos harroni të na shkruani, qoftë në koment apo në mënyra tjera. Tschüss.